A menon që ka me pas luftë sërish në Ballkan? Po. A është plani fuqive të mëdha kjo për me destabilizu, domethënë qëllimshëm? Jo. U bon 8 kredi mujore. Kush është përfituesi këtu? Rothschildët dhe Rockefellerët. Pra këta i kanë trajnu Borka Vučićin edhe Slobodan Miloševićin, blejnë armatim, sofistikohen. Marrëveshja për siguri, Kosovë, Shqipëri, Kroaci, në çfarë pozicione ka vu Serbin? Shka lyp Kroacia edhe Shqipnia një marrëveshje ushtarake kur të dy këto shtete janë pjesë aleancës veriatlantike të NATO-s. Ka njerëz që besojnë se Kosova dhe Shqipëria kanë u bashku brenda pak viteve. Dëshirë e çuditshme popullore. Çta janë deputet? Hajna, të poshtër, pa kokër i ndyre. Ti beson se ata janë zgjedh me vot popullatës? Unë besoj gjithmonë institucionet. A ki naj dëshmi ose ngjarje që sipas teje i tregojnë që këto plane janë vërteta, që janë bën pra paske? Po. Cilat? Plot. Sa piton? Djali i Aleksandar Vučić ka qenë brenda në manastirin Banjska së bashku me Radojčićin. Qysh dihet kjo? Janë faktet. Ku janë faktet? Jo sjellja une. Kur? Kur doni? Haj që tash. Tash shikon me veti. Ka njerëz që thonë se Trump po i lufton Deep State. Ai është në luftë dhëmb për dhëmb me Deep State-in. Sipas Aranit Slavnikut, a do të formohen institucionet të Kosovës? Nëse po nga kush, apo do të shkojnë anë cikël zgjedhor? Mas pari, me emën Zotit, me bismillah na pja krismi një hallakame të luftës mas pari.